Biblioteka Publike Marin Barleti e Shkodrës po pasuron gjithnjë dhe më shumë fondin e saj digjital, duke përfshirë koleksionet dhe ekzemplaret e rralla që disponon. Procesi i digitalizimit i nisur që në vitin 2007, aktualisht po vijon me fondin e antikuareve, një ndër më të çmuarit që zotëron biblioteka. Procesi ka kohë që ka fillu, por në këtë moment merr një vlerë të posaçme sepse bëhet fjalë për digjitimin e teksteve të vjetra që nga shekulli 15 deri në 19 përfshi antikuaret, të cilat sigurisht koha ka bë punën e vet në amortizimin e tyre. To e vendos pra biblioteken midis traditës dhe inovacionit. Lind nevoja që këto libra të paktën merujt përmbajtjen. Biblioteka ka një fond prej rreth 2000 antikuare që përfshin literaturë fetare, shkencore dhe historike. Digitalizimi i tyre përbën një sfidë më vete për shkak të rëndësisë dhe delikatesës së materialeve, thot kështu punojësja e bibliotekës që realizon këtë proces. Është një risi dhe pak vështirësi për arsye teknike, sepse ju e shihni që është një skaner i thjeshtë, por është ajo dëshira për me bë diçka. Këto janë libra kryesisht në gjuhë latinisht, të nxjerrim pa edhe rëndësinë dhe vlerat që ka biblioteka jonë dhe thesaret që runa jonë fondet e saja. Fondi digjital i bibliotekës Marin Barleti numëron sot 10 mijëra faqe të skanuara që përfshin ekzemplare dhe koleksione të hershme, të cilat gjatë periudhës së monizmit nuk ishin të aksesueshme për publikun e gjerë. Janë diku te 85.000 faqe që janë digitalizuar. Deri tani janë digitalizuar periodik nga Fondi Albano-Balkanologjik, periodik, libra historik, libra që ishin të ndaluar në kohën e regjimit monist për të konsultuar, sot janë gjithanë online. Katalogu digjital është i hapur për të gjithë në faqen bibliotekashkodër.com, ku përdoruesit mund të shfletojnë, shkarkojnë dhe lexojnë materialet edhe offline.